Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për kombëtaren shqiptare të futbollit pas ndeshjes së zhvilluar me Serbinë në mbrëmjen e shtunës, që përfundoi në një barazim pa gola. Na pret nesër një ndeshje me atë rëndësishme me Letoninë, e cila në letër mund të jetë konsideruar dhe e lehtë, por ndoshta mund dalë një kockë. Ndoshta edhe më e vështirë se ajo që pritej me Serbinë. Po për të folur për këtë edhe për shumë të tjera kemi mësuar zotin Eduard Abazi, ish lojtar i njohur kombëtarët shqiptarë të futbollit e trajner. Zoti Abazi, përshëndetje. Dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe unë ju falenderoj për këtë intervistë. Përshëndetje Dimera. Faleminderit. Ju ndodheni në Portogali, ne do flasim edhe për Portogalinë, kampion e U17 dhe atë që ndodhi mbrëmjen e dieshme me Ronaldon. Ndoshta nuk mund t'i afrohemi asaj që bëri Ronaldo, por pse jo asaj që bën të rit U17. Por përpara do ta nisim me kombëtaren. Çfarë shihni ju la ndeshja me Serbinë? Ndoshta prisnin diçka më shumë, më pak, si e kanë fjalën për lojën? Unë do të thonja që tani mas lojës pata thonë edhe ke një kolegu juaj në intervistë që edhe barazimi do të ishte gjatë rrugtimit të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe të ekipit tonë kombëtar, do të ishte një pikë e cila matematikisht ndoshta edhe do të llogaritet për ekipin tonë kombëtar. Kështu që një rezultat pozitiv, mirë do të ishte fitoria me Serbinë, nga vetë fakti që loja tash i ka përfunduar dhe rezultati është i përfunduar, ishte një kundërshtar që kishte dy strategji, nga aspekti politik që politizuan shumë, domethënë mediat tona që nuk duhet ta kishin çuar deri në maksimum. Ndihet se po ju ndërpres e filloi Vučić që ta shkonin poshtë një ata. Sigurisht që këtë donja të përfundonja që kundërshtari erdhi me dy strategji. Erdhi me strategjinë e politikës, erdhi dhe me strategjinë e futbollit. Mirë po, ana psikologjike në futboll është faktori kryesor i cili ndikon para loje kur aktorët e përfshirë në lojën e futbollit japin intervista të cilët cënojnë domethënë lirinë e veprimit nga ana psikologjike të lojtarëve gjatë 90 minutave në lojë. Kjo është në stafin teknik të prononcimeve që bëhen nga ana e trajnerëve, por edhe nga lojtarët të cilët marrin pjesë në këto intervista. Pastaj kemi edhe këtë pjesën tjetër që është jo normale, politikanëve, aq më tepër domethënë të një ignoranti president të ndërhyjë domethënë ke futbolli sikur po urdhëron ushtrinë e gjenocidit që e ka urdhëruar deri dje. Domethënë mirë do të ishte që ne këtë lojë ta kishim fituar në këto dy aspekte dhe strategji që ky kundërshtar dihet më që është armiku i përjetshëm i popullit shqiptar, duhet i kishte lënë 3 pikët në Shqipëri. Mirë po kjo nuk u arrit për vetëm arsye sepse qetësia e kësaj atmosfere nga jashtë nuk e pati domethënë atë filtrimin e duhur për të futur qetësinë e duhur gjatë 90 minutave tek lojtarët tanë në fushën e lojës. Zoti Abazi, tek penalti humbin gjithë, por mënyra e ekzekutimit kishte neglizhencë apo sepse ka një debat dhe mënyrën si u gjujt. Sikur e zgjate çik frazën apo. Nuk e kuptova. Po, a u neglizhua mënyra e gjuajtjes së penaltisë? Sepse u mor kundër për ta thënë unë do t'i referohem vetëm futbollit korrekt, sepse kompromisi im si ish futbollist ka qenë gjithmonë kompromis me futbollin korrekt, pa u bashku, pa u solidarizu me asnjë truk ose trukim në të cilët organet kompetente duhet të ndërhyjnë kur është për të ndërhyrë dhe kur faktet janë fakte. Sepse unë do të thonja që çdo lojtar ka të drejtën domethënë të humbasë një penallti, ashtu siç ka humbur Messi, ashtu siç ka humbur Ronaldo, ashtu siç ka humbur edhe Maradona e tjerë. Dhe pikërisht këto që unë përmenda kanë humbur penalltin
pozicione të cilat kanë influencuar në rezultatin e ekipit, ndoshta kanë humbur dhe trofeun. Kështu që manaj në aspektin tim, unë nuk i cënoj lirinë e veprimit për të gjuajtur një penallti, por ishte një penallti shumë e dobët e ekzekutuar nga ana e tij. Kjo për vetëm arsye ose nga dëshira e madhe për të shënuar një kundërshtari që ne e folëm pak më përpara për dy strategjitë politike dhe sportive. Kjo ishte ajo që unë e thash që qetësia nuk u fut këtë të gjithë lojtarët për të marrë atë maksimumin që ne donim 3 pikët për të imposhtur këtë kundërshtar, dhe në rast se ne do të merrnim 3 pikët, ky kundërshtar ishte imposhtur, qoftë nga strategjia politike, qoftë nga strategjia sportive. Zotja Bazi, a jeni kënaqur me skemën e Silvinjos? Ishte ajo që prisni përpara, kjo 11 që zbriti edhe kjo mënyrë loje? Sigurisht edhe unë që nuk i kam pa të dyja ekipet kombëtare prej 4-5 muaj ose më tepër, sepse këto lojë bëhen një herë në 4 muaj. Lojtarët e tyre që luajnë për klube i kam ndjekur, Vlahovicin, Mitrovicin, dhe isha i bindur që Serbia do të luante me 2 sulmuese për të presionuar të 2 qendërmorësit tonë, qoftë Gjimshitin, qoftë edhe Ajetin, ose në rast të kundërt, qoftë do luante Ismaili dhe Kumbulla. Domethënë strategjia e tyre ishte që ne të na bllokonin në mesin e fushës, me kuptimin e fjalës të na jepnin pak terren për të na kapur në kundërsul me ansorët e tyre, mirë po qoftë Mita, qoftë edhe Hysa i bën. Kjo strategji ju përshtat nga ana e Silvinjos, ju përshtat kundërshtarit në të cilin ajo e kishte analizuar mirë në këtë ndeshje. Por unë do të thonja që këto lojra janë të nivelit emocional shumë të lartë. Domethënë që arrin deri në nervozizëm, arrin deri në shpejtësi veprimesh të gabuara. Ose do të thonja më tepër që nga dëshira për mos të gabuar, gabon më tepër. Neve, në qoftë se do të bënim pasin e fundit, ose do të bënim, domethënë, më të mirën e mundshme në kontrollin e topit, më mirë se sa kundërshtari, kjo lojë ishte shumë e lehtë për ta fituar, dhe në rast se penalltia do të realizonte, pse jo 3 pikësh do të na favorizonte ne. Çfarë prisni nga Letonia? Këtu barazimi mund quhet rezultati mirë, po atje quhet rezultati mirë barazimi? Unë thash para lojës këtu që rezultati barazim nuk të largon nga objektivat me kundërshtarin direkt, pse jo dhe me një surprizë kundër Anglisë. Sepse ne po shohim që Anglia kundër Andorës arriti një rezultat që askërkush nuk e priste, 1-0. Domethënë një rezultat tepër i ngushtë që ndoshta edhe Shqipëria nuk e ka atë nivel që të arrijë deri në këtë pikë. Por futbolli është ky i papritur, megjithatë unë do t'i kthehem asaj pyetjes që më the. Barazimi këtu na la me një shkallë që neve mund të pretendojmë për kualifikimin në kampionatin botëror, mirë po barazimi kundër Letonisë mund të na heqë tapetin e kuq edhe mund të na thotë vazhdoni vetëm për të plotësuar kalendarin. Tani dalim pak jashtë fushë. Me organizimi, me atë që ndodhin brenda fushës me 0-0 në Tiranë, mundësitë ne i diskutuam, gjithë do ishim super të kënaqur, po të ishte bërë dhe penalltia, por po ajo që ndodhi jashtë shkallës së stadiumit, çfarë shiu la heqja e sistemave të UÇK-s, reagimi nga policia, reagimi i veteranëve të ushtrisë lindare të Kosovës, ndërkohë që ky organizim, kjo bindje e federatës përballë UEFA-s dhe kërkesave të tyre për të mos pasur simbole politike ushtarake o nacionaliste e tjera, u realizua 100%, ndërkohë që nuk do të njëjta gjë në çdo ndeshje që luan Serbia, do jetë jashtë ose brenda një baner, një banderol gjithmonë atje Kosova është Serbi. Ndërsa ne çdo gjë si thon ata bëhet.
Kjo ka shkartuar në rrjet. Në 2 ditët e fundit, jo vetëm në rrjet, por edhe në çdo aspekt tjetër. Unë do të jem çik i kujdesshëm sepse kjo është një çështje tepër delikate, por për të mos u shmangur realitetit këtyre historive. Dhe në fund do ta përmbyll me atë që ju e dini mirë që unë kam çik si batut. UEFA është një organizatë mafioze. Nuk i korrespondon futbollit korrekt. Ka filluar në këto momente bashkë me gjithë FIFA-n të bëj atë çfarë ne domethënë klube futbollesh në përbot, kemi përfaqësuese futbolli në përbot, ku lojtarët e tyre janë, në rast se nisemi nga statistikat, me kilometrazhe të cilat me kilometrazhe në këmbët e tyre të cilat janë të llatashme, masa për një organizëm human. Futën dhe botërojnë e klubit. Dhe kjo, i gjithë ky kalendar bëhet për përfitime kolosale të FIFA-s edhe të UEFA-s. Në rast se neve do të shohim që ekipet tona kombëtare të Serbisë edhe të Shqipërisë, qoftë edhe të Lituanisë, lojtarët janë me statistika shumë më të ulta se sa të Portugalisë dhe të Spanjës. Ne kemi lojtarë që luajnë çdo 3 ditë në përfaqësuesit e Spanjës edhe të Portugalisë, po lojtarë të cilët luajnë titullar deri në 100 minuta dhe 120 dhe me emocione të vazhdueshme deri tek penallti. Domethënë këto janë një ngarkesë jashtëzakonisht të madhe për aspektin fiziologjik të qenurit human. Për sa i përket, mos i largohem temës, nuk ka 2 vendime për Serbinë që Kosova nuk është e Shqipërisë, ose nuk është shqiptare, por është e Serbisë, dhe pse UÇK-ja vendosi një flamur, unë do thonja që në rast se UÇK-ja do të vendoste një flamur dhe poshtë do të shkruante sponsori i 10 milion eurove të UEFA-s, askërkush nuk do ta hiqte atë flamur. Për sa i përket protokollimit, jam shumë dakord me Federatën Shqiptare të Futbollit, për arsye të protokolleve të cilat marrin gjoba të majme nga ana e UEFA-s. Dhe për këtë, protokollit juridik të Federatës Shqiptare të Futbollit, me shumë dhimbje jam i bindur nga Federata Shqiptare e Futbollit, është larguar ai flamur. Por ai flamur është në zemrat tona, ai flamur është në gjakun e derdhjes së ushtarëve të UÇK-s, ai flamur është gjak i pastër i shqiptarëve, ai flamur është identifikimi real i popullit shqiptar, dhe ai flamur është liria dhe jo agresori dhe okupatori i një territori apo gjenocidi. Ai flamur është dhe duhet mbetet dhe duhet bëhet boost përpara çdo stadiumi në territorin e Shqipërisë. Unë i uroj shëndet të gjithë ushtarëve të UÇK-s, të cilët janë në shërbim të publikut dhe janë me shumë vështirësi nga ana e dëmtimeve gjatë luftës, që të kenë një jetë sa më të mirë dhe të kenë sa më të mirë pozitive në familjet e tyre jetën, sepse fal tyre Kosova është shqiptare, fal tyre Kosova është e lirë dhe fal tyre Kosova dhe Shqipëria një ditë do të bëhet Shqipëria e madhe. Por kjo që ndodhi me flamurin i prapriu me Federatën edhe debatin me tifozët QQZ, me grupimin që mbeti jashtë. Sigurisht që tifozët QQZ kanë të drejtat e tyre dhe kanë shumë të drejta sepse e kanë përfaqësuar vazhdimisht kudo ekipin ton kombëtar, kanë marrë një përgjegjësi korrekte dhe
përgjegjësitë e tyre nga ana sportive janë për tu admiruar sepse janë mbështetja kryesore e ekipit tonë kombëtar, e Federatës Shqiptare të Futbollit, por unë i dëshiroj qoftë Federatës Shqiptare të Futbollit, qoftë tifozëve të Kuqezi, në momente të tilla të bëjnë një konsensus, të bëjnë një bashkëbisedim ku të arrihet një pikë ekuilibri që ashtu siç na kanë nderuar qoftë tifozët Kuqezi, qoftë edhe disa rezultate të futbollit shqiptar, që në të ardhmen neve të kemi një progres dhe të vazhdojmë të shquhemi ashtu siç jemi shquar në kampionatet europiane ku kemi marrë pjesë, që tifozat shqiptar kanë lënë një përshtypje jashtëzakonisht mirë. Dhe kjo nuk duhet dëmtuar vetëm për një lojë ose për një moment i cili nuk na pëlqen, ose gjatë protokolleve që plotëson Federata Shqiptare e Futbollit nuk i korrespondon dëshirave të publikut. Zotja Bazi, për ta mbyllur, ju lutem, ju jeni prej shumë vitesh, jetoni prej shumë vitesh në Portugali, e njihni më mirë atje sistemin, akademinë, mënyrën e menaxhimit të rive, pra si funksionon i gjithë zinxhiri. Çfarë po ndodh me jo vetëm me kombëtaren e madhe, me atë që pam mbrëmjen e djeshme ku Portugalia fitoi përballë Spanjës në Ligën e Kombeve, me një Ronaldo mbi 40 vjeç, por edhe me ekipet e moshave, atu ku përgatitet gjithçka, 17 vjeçar, ishin Tiranë, i pam, është një brez brillant, i jashtëzakonshëm. Unë do të thonja që jeni kaq larg atyre. Unë do të thonja që Portugalia ka bërë një progres të tillë sepse Portugalia ka krijuar në fillim një organizim perfekt për stafet teknike. Dhe stafet teknike të Portugalisë janë të profesionalizuar në atë pikë në të cilën as burokracia, as rishfeti, as miku nuk ndërhyn. Portugalia është një nga vendet e botës që ka 7 milion banor brenda Portugalisë, ndoshta edhe 5 në këto momente, sepse kanë emigruar dhe portugesët. Portugalia din t'i trajtoj stafet teknike, t'i japi lirinë e veprimit stafet teknike, duke pas parasysh survejimin e tyre, sepse është i përpikt nëpërmjet skautëve, nëpërmjet stafeve të hijes kontrolluese, të cilat çojnë deri tek zgjedhjet reale të kualitetit të individit i cili merret me sportin e futbollit. Unë kam pas fatin të orientoj grup moshat në Portugali, të Boavistës dhe të Lesës, një klub i cili është këtu afër. Në U15 dhe U13, po kam pasur fatin që gjatë kohës si trajneri U13 të shoh edhe seleksionimet që bëhen në rang rajonal të zonës së Veriut nga Federata Rajonale e Veriut të zonës së Portës, ku mbi 600 fëmijë nga U13 deri në U19, mos them që vazhdimi i kësaj seleksionimit të Federatës Rajonale vazhdon deri tek ekipet e para të U23-shit. Për të vetmin arsye, për t'i kaluar të gjitha kanalet të cilat i premtojnë seleksionimit deri në moshën 23 vjeç, që mos të dali asnjë gabim dhe asnjë kualitet të mos shkoj pa u parë mirë që nuk i korrespondon ekipit A të Portugalisë. Unë këtu marr parasysh Joseph Font, i cili është akoma në aktivitet me Kazapien, në moshën 30 vjeçe ka hyrë në ekipin kombëtar të Portugalisë. Kjo do të thotë që Portugalia ja hap derën kujdo individi dhe kujdo kualiteti i cili i korrespondon nëmjet asaj që specialistët e Federatës Portugeze të Futbollit, qoftë grup moshave, qoftë ekipeve A, janë të bindur që ky i shërben për atë moment, për atë cikël të cilin ato pretendojnë për ta fituar. Dhe kanë fituar një mentalitet ke stafe teknike mjaft solid për këtë që po them,
dhe kanë fituar një mentalitet fitues dhe kjo ka arritur që t'i japi suksesin që sot Portugalia ka. Do të shtonja që Portugalia U17-s në Shqipëri ka luajtur me ekipin e tretë. Me ekipin e tretë? Rodrigo Mora, që ishte në ekipin e parë dje që doli kampion me ekipin A të Portugalisë, Giovanni Kenda, janë lojtar të U17-s së Portugalisë. Imagjinoni ju të shti prezantimi i tyre tek U17 në kampionatin evropian, sepse ishte Franca o Gjermania. Portugalia pati kurajon dhe këtu i jap domethënë një përshëndetje Binos, me cilin kam kaluar disa momente në fushë kur unë isha në prag të lënies së futbollit, që stafi i tyre pati kurajon që mos të merrte domethënë lojtar Rodrigo Moras, Giovanni Kenda për ta kthyer mrapa në progres, sepse është një kampionat evropian i U17-s. Po morën ato djem dhe kemi parasysh që U17 e Portugalisë 9 lojtar të akademisë së Benfikës. Ku e kemi ne U17 me 9 lojtar të Partizanit, të Dinamos, të Tiranës? Ku e kemi ne U21-shin me 9 lojtar të Vllaznisë, të Skënderbeut? Pra kjo është kritika e cila unë personalisht kam bërë dhe bëj për progresin e futbollit në Shqipëri, sepse unë nuk bëj kritika se më intereson individi A, B, C në Federatën Shqiptare të Futbollit. Nuk kam absolutisht asnjë lloj. Kritikat e mia duhet të merren si një kontribut për të mirën dhe progresin, sepse në nivelin e popullsisë jemi pothuajse të barabartë me atë të Portugalisë. Portugalia në ekipin A, në moshat e Portugalisë me moshat e Shqipërisë, Portugalia ka në ekipin A titullar 2001-shi Vitinha, 2001-shi Rafael Leão, 2004 Antonio Silva, 2004 João Neves. Domethënë Portugalia ka një miks lojtarësh të cilët edhe pse ikën Ronaldo, vjen ajo që është i 2004-s. Edhe pse ikën Bruno Fernandes, është Vitinha. Edhe pse ikën Bernardo Silva, është Francesco Conceição i 2001-shit. Domethënë Portugalia arriti me këto stafe teknike që të programoj dhe të gjithë ata djem dhe vajza që kanë ardhur nga emigrimi dhe kanë krijuar familje këtu, për shembull, që janë të Afrikës, janë të Mozambikut, janë të Gines, janë të Cape Verde, dhe që kanë lindur këtu dhe janë portugez, po e shfrytëzojnë momentin që të bëjnë një futboll të rregullt për të shkuar në ekip kombëtar, sepse është një panoram, një vitrinë të cilët të gjithë po e dëshirojnë. Ne kemi rastin e djalit të Cristiano Ronaldos, që do jetë shumë i kritikuar gjatë për progresit të tij në futbollin portugez, ndoshta edhe mund mos arrijë në ekipin A të Portugalisë. Po deri te U21-shi ai do të kalojë në të gjitha rregullat dhe kriteret që i përket Federatës Portugeze, duke pas parasysh që momentet e golave që ai shënoi në U15-ën janë publicitet për të përfituar dikush nga mediat, por është bazë e një ABC të futbollit korrekt që pretendohet për të seleksionuar këto individë dhe këto kualitete. Kështu që neve në Shqipëri duhet të kemi parasysh që djem që i marrim nga jashtë të jenë të orientuar në mënyrën perfekte dhe mos të nxitohemi në ardhjen nga jashtë të trajnerëve të grupmoshave, po të bëjmë një kriter të rregullt me shumë trajnera dhe specialista shqiptar të profesionohen dhe të kualifikohen në kurse në atë farë mënyrë që brenda sot që e them unë, brenda Federatës Shqiptare të Futbollit të hynë me kritere dhe të hynë
ato lojtarë të cilët përmbushin të gjitha kriteret dhe përmasat për të qenë në kontribut të vendit tonë, që ne të gjithë ja duam suksesin. Kjo ishte dhe kjo është kritika në përgjithësi që Eduard Abazi flet për të ardhmen e futbollit shqiptar dhe kritikon Federatën Shqiptare të Futbollit. Ai që bëri Portokalia këtu ishte një shurplak jo vetëm brenda fushës, por edhe jashtë saj. Edi, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe shpresojmë që nesër kombëtarja të marrë të kthehet me 3 pikë nga Letonia. Të jam shumë i njohur për analizën dhe për kohën. Për sa i përket jashtë fushë, ju bë mirë familjeve shqiptare, të cilët u gëzuan për atë moment dhe inshallah shumë evente të tilla bëhen në vendin tonë dhe shpresoj që kampionati shqiptar dhe akademitë e Shqipërisë të fillojnë edhe të mendojnë mirë dhe seriozisht, sepse futbolli është me të vërtet një sport popullor, por nga ana ekonomike zhvillon të gjitha segmentet e shoqërisë civile. Unë të falenderoj shumë, me shumë respekt për ju personalisht, për median që ju dispononi, dhe jemi, inshallah, flasim për një fitore në Lituani që për mua duhet të diskutohet, sepse i vetmi rezultat që ekipi jonë kombëtar duhet kthehet nga Lituania me 3 pikë, se nuk besoj që ka shqiptar për shumë kritika që bën të mos ndjej fitoren e ekipit tonë kombëtar ose vetëm nëse nuk është shqiptar. Bashkohem me urimin tuaj edhe të uroj një javë sa më të mbarë. Respekte dhe ju gjithashtu.